Ndarja e papritur nga jeta e këngëtarit të njohur Shpat Kasapi, në moshën vetëm 40 vjeçare, ka tronditur thell opinionin publik, botën e medias dhe gjithë komunitetin artistik shqiptar. Lajmi bëri siron e rjetit brenda pak minutash dhe u prit me mosbesim nga mijëra fansa që nuk mund ta imagjinonin se një figurë kaq e dashur e skenës do të largohej kaq herët, kaq papritur dhe kaq në heshtje. Shumë kush e ka kuajtur këtë humbje një goditje për artin shqiptar, pasi Shpati ishte një nga zërat më karakteristike të pop muzikës në 2 dekadat e fundit. Artisti, i cili dyshohet se ndërroi jetë si pasojë e një sulmi të fortë në zemër, nuk kishte dhënë më herët asnjë shenjë që lidhej me probleme shëndetësore. Përkundrazi, sipas burimeve të afërta, ai kishte qenë i angazhuar intensivisht në projekte të reja, në plane profesionale që e kishin rikthyer më të motivuar se kur më parë. Pikërisht në kohën kur ai ishte gati për të rikthyer fuqishëm në skenë dhe në ekran, fati e ndërpreu në mënyrë tragjike një kapitull të ri të jetës së tij. Një kapitull që tashmë do të mbetet përgjithmonë i hapur, por i pambaruar. Për herë të parë, televizioni Top Channel ka konfirmuar zyrtarisht se Shpat Kasapi ishte një ndër emrat e mbyllur dhe të sigurt për të qenë banor i edicionit të ardhshëm të Big Brother VIP Albania Pint. Sipas burimeve brenda produksionit, këngëtari kishte nënshkruar marrëveshjen dhe kishte filluar përgatitjet për hyrjen e tij në shtëpinë më të famshme në vend. Ai pritej të ishte një ndër surprizat më të mëdha të këtij edicioni, për shkak të popularitetit të tij, karakterit të qetë, karrierës së gjatë dhe ndikimit që kishte ende tek publiku shqiptar. Ky rikthim në ekran do të ishte një moment i rëndësishëm jo vetëm për karrierën e tij, por edhe për vetë spektaklin, pasi Shpati mbante ende një bazë të madhe fansash në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Produksioni kishte investuar në profilizimin e tij, ndërsa ai vet ishte shprehur entuziast për pjesëmarrje në një format që do t'i jepte mundësinë të tregonte një anë tjetër të personalitetit të tij, larg skenës dhe koncertit. Megjithatë, pak ditë para nisjes së spektaklit, këngëtari u shua në mënyrë tragjike,